Në radh parë, bashkimi është në një kuptim misioni, që do të thotë, a qëndrojnë të gjitha grupet përkundrejt Partisë Socialiste, Edi Ramës dhe kandidates së Edi Ramës në Bashkinë e Tiranës apo jo. Pra nuk është koncepti që tash kishte një emër dhe hajde t'ja grupojmë partitë rreth rrotull, jo. Është shkuar atje për të kuptuar qëndrimin e tyre opozitar apo jo, nëse ato e ndjejnë të tillë. Dhe në fakt, ne jam përgjigjur pozitivisht. Gjithashtu është shku atje dhe me propozim, pra pa çuar në një emër, me propozimin për ta. Pra ata nëse kanë emra që mund t'i hedhin në ponderim nga ana e të gjithë panelit pastaj të partive opozitare dhe po pati një konsensualitet nga të gjitha palët, kjo patjetër është e preferueshme. Dhe në këtë proces nuk shkum ne me një emër fillimisht, se po të kishim shku ne me një emër fillimisht, ju e kuptoni do kishte pastaj ngurrim nga palët e tjera. Mund ta bllokonte procesin pa nisur. Dhe me drejt shku me një ftesë. Pra propozojmë ato. Dhe në këtë ftesë patjetër përfshihet dhe pjesa, se ju dini në statutin tonë ka dhe një proces primaresh. Përfshihet edhe pjesa që nuk ka se si të ketë primare, për sa kohë fton kandidatin që mund të jetë i propozuar nga partitë tjera më të vogla. Plus s'ka dhe kohë për primare, sepse kohë është shumë e limituar. Për pasur ka, sepse ne kemi pas situatë, për shembull mbani mend zgjedhjet parakohshme të Kukësit, kur u bën primaret vetëm 4 javë përpara zgjedhjeve. Apo primaret janë një përvojë jo aq e këndshme për Partinë Demokratike dhe ndoshta është një moment për ta korrektuar qëndrimin ndaj primareve. Janë të dyja në fakt fushata nis që ke primaret, sepse ju e keni parë se sa reflektor ka ke primaret, mos kur bëhet fjalë për qytetin e Tiranës, nga krahu tjetër primaret janë karakteristikë zakonisht e partive të shëndetshme. Dhe riskojmë pastaj të krijojmë problematika madhore nëse nuk menaxhohen siç duhet. To janë të dyja të vërteta. Por jo, në këtë rast jo nuk bëhet fjalë, nuk do ketë.